Në këtë edicion do të ndiqni. Bizneset në tranzit bëjnë peticion për mënyrën se si janë duke u ndërtuar trotuarët në këtë zonë. Vazhdon lirimi i hapësirave publike, largohen disa kiosqe. Mbahen ritualet e Shëngjergjit në tyrbën pul në Babaj të Bokës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në marsin e vitit të kaluar në rrugën tranzite ka nisur punimet për rehabilitimin e kësaj pjese. Mirë po në fazën që aktualisht janë punimet, pronarët e bizneseve të kësaj zone kanë një shqetësim. Përmes një peticioni të nënshkruar, ata kanë ngritur dyshimet e tyre për mënyrën se si janë duke u ndërtuar trotuaret. Ndjekim kroniken për të kuptuar se cili është shqetësimi i bizneseve në zonën e tranzitit. Projekti i rehabilitimit të rrugës tranzite në Gjakov është duke ju afruar përfundimit, fazë kjo e cila ka hasur në paknatësi në bizneseve. Shqetësimi ka shkuar deri tek nënshkrimi i një peticioni nga bizneset drejtuar komunës së Gjakovës si pasojë e lartësisë së trotuarit që sipas pronarëve të bizneseve do t'ju vështirësohet çasja e klientëve dhe furnizimit me mall në veprimtarinë e tyre. Për të vësyrin nga komuna e Gjakovës, thanë që ky shqetësim është i pa bazë për shkak që lartësia finale e trotuarit do të jetë 15 cm dhe nuk do të jetë pengesë për çasjen e klientëve dhe furnitorëve tek bizneset. Punimet në rrugën tranzite kanë filluar në mars të vitit të kaluar dhe përfshin rregullimin e tërësishëm të rrjetit nëntoksor të ujrave të zeza dhe atmosferik, rrjetit elektrik dhe të ngrohtorës, ndërrimit të gypave të ujësjellësit, pastaj ndërtimit të trotuarëve të rinj, shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimin e rrugës. Para ditën e sotme, inspektorët komunal sërish u gjenden në teren me qëllim të lirimit të hapësirave publike. Në zonat të ndryshme në qytet u larguan disa kiosqe të vendosura jashtëligjshëm nga pronarët. Para ditën e sotme, inspektorët komunal dolën sërish në teren në kuadër të një aksioni të vazhdueshëm për lirimin e hapësirave publike në qytet. Gjatë këtij aksioni, në disa zona të ndryshme u identifikuan dhe u larguan kiosqe të vendosura në mënyrë të jashtëligjshme nga pronarët, të cilat kishin zënë hapësira të destinuara për përdorim të lirë nga qytetarët. Ky aksion vjen si pjesë e angazhimit të institucioneve për të rikthyer rendin dhe për të garantuar shfrytëzimin e drejtë të hapësirave publike. Inspektorët paralajmëruan se kontrollet do të jenë të vazhdueshme dhe se nuk do të tolerohen me ndërtime apo vendosje pa leje në prona publike. Në këtë aksion ishte i pranishëm edhe drejtori i inspektoriatit Ervin Shabani, i cili nga afër ndoqi zhvillimet në teren. Ai deklaroi se ky është vetëm fillimi i një serie veprimesh konkrete dhe se aksionet do të vazhdojnë çdo ditë deri në lirimin e plotë të hapësirave të uzurpuara. Mark Kaçinari nga zyra avokatit të popullit në Gjakov ka bërë të ditur se për dallim nga viti i kaluar, këtë vit ka pasur rritje të numrit të ankesave nga qytetarët, të cilët kanë adresuar ankesa në këtë zyrë. Kaçinari thotë se rastet i përkasin natyrave të ndryshme dhe secili prej tyre trajtohet konform të drejtave që disponon zyra avokatit të popullit. Ligji jo gjithmonë zbatohet nga qytetarët, të cilët kur ndryshkohen apo kur ju shkelen të drejtat nga palët e tjera, adresë për mbrojtje e kanë avokatin. Sipas përfaqësuesit nga zyra e avokatit të popullit në Gjakov, Mark Kaçinari, numri i ankesave është më i madh në raport me vitin e kaluar. Gjithsej ankesat e pranuara e kemi 43. Është pak një numër më i lartë i ankesave në raport me vitet paraprake, por ky numër është shumë pak veçantë se ka qenë domethënë në një rast që kanë qenë disa persona të arrestuar dhe ne kemi intervistuar dhe tani domethënë ky pak e ka rrit numrin në raport me vitet paraprake që nëse heqim këtë pjesë shohim që ankesa numri është prafërsisht i njëjtë. Këto raste jo përkasin natyrave të ndryshme. Kemi pranuar ankesat natyra të ndryshme, domethënë ka palë që kanë pretenduar që është cënuar drejta fëmijës, pastaj kemi marrë ankesa për drejta të akuzuarit, ku palët kanë kërkuar monitorim instanca gjyqësore, kemi pas ankesa që palët kanë pretenduar që e kanë marrë një aktgjykim të pafavorshëm
dhe kanë kërku për nesh që të ndrohet gjykimi, që s'është në natyrën tonë punës. Pastaj kemi marrë ankesa ndaj personave privat, kemi marrë ankesa për zvajtje procedurave gjyqësore, gjykata apelit. Pastaj kemi pranuar ankesa për diskriminim vend e punës, për cënim drejta nga marrëdhënia e punës, për cënim të drejtave gjatë procedurave të rekrutimit me autoritetet që janë jashtë Gjakovës. Kaçinari tutje tregoi edhe për fushatat informuese që gjatë muajit prill janë vizituar 6 shkolla, 2 në Malishev, 2 në Ravec dhe po aq në Gjakov. Gjatë e këtyre fushatave ne i takojmë nxënësit drejt për drejt, njoftojmë ata me drejtat e fëmijëve dhe me mundësitë që ata kanë të drejtohet institucionit tonë në momentin që ata pretendojnë që është kelje drejt e fëmijëve. Këto ankesa janë pranuar gjatë këtij viti, prej muajit janar deri në muajin prill. Edhe sot, si çdo vit tjetër, në tyrben Pul në Babaj të Bokës u mbajt rituali i Shëngjergjit. Pavarësisht se kjo tyrbe gjendet rreth 15 kilometra larg zonës urbane, numri vizitorëve aty edhe sot ishte i madh, të cilët kishin ardhur për të festuar të gjitha ritualet që festa e Shëngjergjit i lidh me këtë kult fetar. Në fshatin Babaj Bokës, sot u mbajt takimi tradicional në tyrben Pulaj, një vend i shenjtë për shumë besimtar. Kjo ditë, sipas banorëve lokal, lidhet me amanetin e një dërvishi. Dërvish Njëziri, i cili para se të ndërronte jetë kishte lënë porosi që kjo ditë të përkujtohet si një moment bashkimi mes njerëzve, pa dallim feje, race apo etnie. Banorët theksojnë se kjo ngjarje nuk ka lidhje me festën në Shëngjergjit, pavarësisht se mbahet në të njëjtën datë. Sipas tyre, tradita këtij tubimi është e veçantë dhe nuk përcaktohet nga data e festës së Shëngjergjit. Gjatë ditës, shumë qytetarë nga Gjakova, por edhe mysafirë nga Shqipëria dhe zona të tjera, janë drejtuar këtij vendi të shenjtë për të marrë pjesë në ritualet dhe aktivitetet që zhvillohen aty. Kjo festë është shumë e rëndësishme, ky bablak është shumë e rëndësit mollë këtu, vinë prej kambusit e vizitojnë dhe me ka rëndësi shumë të mollë. Po sot vim e vizitojmë tyrben edhe rrim edhe shkojmë prej shtëpie. Vim këto, së ditë festë, ditë e shenjtë që ka atu, dhe vim për shef. E kalojmë një ditë mirë, një ditë bukur, një ditë shkëlqyeshme kalojmë, sepse është me vite kjo që kujtohet. Me histori, me sanë, me këto gjana me tjera. Por na vim nga Shqipëria vim. Jem të Shqipnis, ke marrë nga, si fshat jam nga fshati Zherk, i rrethit Tropoj, se banojmë në qytetin e Brancurit. Kemi ardhur sepse është një ditë e shenjtë dhe kemi ardhur që të lozim te lodrat dhe të shikojmë therrjen e qingjave. Kemi respekt për njëri tjetrin dhe jo rëmuj thjesht paqe dhe t'ju tregojmë njerëzve se Kosova dhe Shqipëria janë një vend. Ky tubim vazhdon të ruajë vlerat e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të zonës, duke shërbyer si një shembull i rrallë i harmonisë ndërfetare në Kosovë. 493 lindje janë realizuar në spitalin e Gjakovës në periudhën kohore janar-prill 2026. Doktoresha Violeta Binishi thotë se lindjet kanë qenë nga vendbanime të ndryshme dhe me të gjitha lindjet është punuar me profesionalizëm me qëllim që i gjithë procesi të shkojë mbar. Si në të gjitha repartet tjera brenda spitalit i Sagresta në Gjakov, edhe në repartin e maternitetit vazhdimisht është duke u punuar që të ofrohen shërbime sa më shumë profesionale. Doktoresha ginekologe Violeta Binishi bëri të ditur se në periudhën kohore 1 janar e deri më 30 prill 2026 në këtë repart janë regjistruar gjithsej 493 raste të lindjeve. Në një raport të doktoreshës citohet se 4 lindje janë regjistruar në mënyrë brat, 67 tjera në mënyrë partus stimulus drip, 169 lindje janë kryer me lindje cesariane, ndërkaq 253 nëna kanë lindur foshnjët e tyre në mënyrë spontane. Doktoresha tutje shtoi se nga 493 rastet, gratë shtatzëna kanë qenë banuese në lokacione të ndryshme
dhe të gjitha janë trajtuar me prioritet me qëllim që i gjithë procesi të realizohet i suksesshëm dhe si lehonat ashtu dhe foshnjët të gëzojnë shëndet të plot. Doktoresha gjithashtu bëri të ditur në raport edhe për kohën e lindjes në periudhën e referuar, e që sipas saj 497 lindje ka ndodhur në gjestacionin mes 37-41 javësh, ndërsa 2 lindje të tjera janë regjistruar në gjestacionin në mes 22 dhe 36 javësh. Referuar raportit në periudhën kohore të lartë sekur, nga 493 lindje, 278 gra shtatzëna kanë qenë nga komuna e Gjakovës, ndërkaq 215 të tjera nga vendbanime të ndryshme, madje edhe nga shteti shqiptar. 2 objekte të vjetra në lagjen e Qabratit po vlerësohen nga komuniteti i zonës si shqetësim në vete e sidomos për fëmijët. Prapa kamerës, banorët tonë se objektet me qëndrueshmëri të dobët, përveç se prishin imazhin estetik të zonës, të njëjtat edhe mund të krijojnë pafund të lashe për komunitetin. Banorët e lagjes martire të Qabratit dhe veçanërisht fëmijët që luajnë në këtë lagje përballen çdo ditë me pamjen e kësaj shtëpie, muret e secilës i aprishin pamjen e bukur të lagjes. Përveç pamjes, muri është në gjendje jo të mirë dhe vjetërsia ka ndikuar në dëmtimin e tij, duke paraqitur rrezik për kalimtarët. Gjendja është ende më e keqe në objektin tjetër në poa të lagje, ku qatia e kësaj shtëpie të shembur paraqet rrezik të drejt për qytetarët, pasi që ky objekt ndodhet pranë trotuarit ku edhe kalojnë këmbësorët. Këto 2 objekte dhe objekte tjera, për të cilat ka raportuar Mediumi Ynë, janë një tregues i qartë që duhet intervenuar nga organet kompetente për rregullimin dhe parandalimin e rrezikut nga shembja e papritur e këtyre objekteve që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Me një program të pasur artistik, mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit të shkollës Femia Gani në Gjakov kanë shënuar sot kremtën e shkollës. Të veshur në mënyrë festive, grup nxënësish përformuan duke mundësuar momente argëtuese gjatë gjithë kohës. Me 6 maj të vitit 1999, Kosova humbi njërin prej personaliteteve kyçe në historinë e shtatëndërtimit të Kosovës. E sot shkolla fillore që e mban emrin e tij kremton festën e saj. Për këtë festë foli e para e kësaj shkolle Miranda Macula Shlaku. Është kënaqësi e veçantë të jemi të mbledhur së bashku dhe të tregojmë punën dhe përkushtimin e mësimdhënësve tanë dhe nxënësve tanë në këtë vit shkollor. Të përmbledhura me një program argëtues, me një program që mundin dhe përkushtimin e japën vetë nxënësit, duke u përkrahur në punën maksimale të mësimdhënësve, për një argëtim sa do të vogël për ne dhe ju bashkë. Për akademikun Agani, nxënësja Vlera Shala kishte përgatitur një thënie. Aktiviteti i tij ishte i palodhur. Femia Agani ishte një edukator human, me mendje të mençur e ideale adhetare, guximtar dhe aktiv, ndikues dhe inspirues për popullin. Të pranishëm në këtë fest ishin nxënës, mësimdhënës, prindër e ish mësimdhënës, të cilët shijuan pikat të ndryshme të programit të përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Figura e Aganit la gjurmë të pashlyeshme në historinë e pavarësisë së Kosovës, fushën e arsimit dhe mendimit shkencor. Në vazhdim të ndjekim parashkimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Bizneset në tranzit bëjnë peticion për mënyrën se si janë duke u ndërtuar trotuarët në këtë zonë. Vazhdon lirimi i hapësirave publike, largohen disa kiosqe. Mbahen ritualet e Shëngjergjit në Tyrbën Pul në Babaj të Bokës.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.